Mirë mbrëma të nderuar shikues, po ndiqni lajmet qendrore në televizionin 7. Edicionin e fillojmë me një ceremoni të rëndësishme të ushtrisë së Kosovës. 12 kadet janë diplomuar dhe janë shtuar si oficer FSK-s, për çka u uruan dhe u nderuan nga krerët e shtetit për rrugtimin që e nisën sot. Për herë të fundit në sallë hyn si kadet. Përgatitjes 4 vjeçare i vjen fundi e radha i ngejtë diplomimit si oficer të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Por kjo do të ndodh pak pas shajve nderuese të ushtrueses së detyrës së presidentës Albudin Haxhiut. 12 kadetët i zën vendet kur marrin urdhrin nga komandantja e tyre. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albudin Haxhiu urimet nuk i pati veç për kadetët, por edhe për familjet e tyre. Në emër të institucioneve, qytetarëve dhe forcave tona, ju falenderoj për frymëzimin e edukimin që u keni dhënë, për vlera që u keni përcjell dhe për besimin që keni pasur tek ata. Nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, u premtuan investime të mëdha në sektorin e mbrojtjes. Në mandatin e ardhshëm do të investojmë 1 miliard euro në ushtri, do t'i kemi 1000 vajza e gra, pjesë të ushtrisë sonë, pra një rritje prej 2 herë gjysmë numrit aktual. 3 mesazhe për kadetët i dha komandantja e qendrës për studime universitare, majorja Mimoza Buteci. Djemë dhe vajza, sukseset do t'i ndajmë të tjerët, por përgjithësinë do t'a mbajmë gjithmonë në vete. Me përfundim të fjalimeve, nuk mungoj as performancë nga garda ceremoniale e FSK-s për të vazhduar me ndarjen e diplomave. Kadet Dardan Syla. Oficeri i dalluar për klasën 2026, u shpall Dardan Syla, i cili u shpërblye me medalje. Ai u shpreh se këtë milioje e pranon me nder e krenari. Ne nuk i trashëguam vetëm lirinë, trashëguam edhe përgjegjësinë për ta mbrojtur atë. Uniformat që mbajmë sot është një amanet i tyre që besuan se një ditë Kosova do të kishte bijtë dhe bijtë të saj në shërbim të atë dheut. Ceremoninë e përfundojnë me betimin për të mbrojtur atë dheun. Me hedhjen e kapeleve, të parët që përqafojnë janë kolegët që kaluan 4 vite të studimeve ushtarake, për të përshëndetur më pas mes emocioneve edhe me familjarët. E pa dyshim më të emocionuar nga kjo ceremoni ishin familjarët e oficerëve të rinj të FSK-s, që këtë moment e përshkruajtën si ëndër të realizuar. Secili nga ta shpreh të gëzim dhe krenari për këtë moment të rëndësishëm për fëmijët e tyre. Është edhe vjeçare, por Fatime Berisha nuk përton të vinë në diplomimin e nipit, i cili këtë shtunë u bë oficer i FSK-s. Për të edhe vjeçaren, se Bipi është nipi i 8 që e vesh uniformën e ushtrisë së Kosovës. 8 familje i kam në. Familja Berisha nga Podujeva, Kosovës nuk i dhanë ushtar vetëm pas luftës, por edhe gjatë saj. Pasi që kam qenë edhe vetë pjesë e këtyne etapa zhvillimit pej këstu që kësë e ty me kësë sen, e kom një vetën shumë krenar edhe shumë i gëzushëm, po në vetën. Nuk i kom shprej atine, po në zemën teme kom një shumë knatësi që përmen një rrugtim në shërbim në vene. Brez pas brezi për Kosovën, kontriboj edhe familja Syla. Naser Syla ishte dikur pjesë e UÇK-s e më pas e TMK-s. Djemt, rrugtimin e tij po ja vazhdoi në FSK. Kësa herë kam një kërkesë, ta shumë dhe djelem, kam vendosta që të konkuroj në Akademinë Ushtarake. Dhe realisht, për mu ka qenë shumë e papritur, sepse unë veç një djale kisha në FSK, edhe ajo është në Akademinë Ushtarake, dhe ky gjithë ka menduar që do të jetë në mjekë ose diçka tjetër. Atë që e synoi për vite, tash e realizoi Baftin Azifi. Të motivu prej gjaku dëshmorëve që kanë burim kryesor dhe frymëzim kryesor i joni për me bashku Forcës së Sigurisë Kosovës, që tash më dihet që është një trashëgimi e vështirësisë të Kosovës. Prindi i tij Bekimi me krenari e priti jo vetëm diplomimin e tij, por edhe vendimin që Baftiu t'i bashkohet FSK-s. Qush në kohën e luftës, ende pa lind fëmijë im, kam babe kështu të them, ose më lind një fëmijë, ka më konë dikush një ushtarak i ri, si ëndër e kom pasë, dhe ashtu më kalin një ideal dhe ashtu edhe ëndra disi më është realizu. 12 kadet këtë shtunë diplomuan si oficer të FSK-s.
E në shërbim të forcave serbe, Ekrem Bajrović kreu krime gjatë luftës së fundit në Istog. Për këtë në rigjykimin ndaj tij, ai u dënua me 12 vjet burgim, por dëshmitarëve kjo ju duk e pamjaftueshme. Nuk e ka paraqitjen e parë në bankën e të akuzuarit. Ekrem Bajrović, i dënuar nga gjykata themelore me 12 vjet burgim për krime lufte në Istog, mori të njëjtin verdikt edhe në apel. Megjithatë, Supremja urdhëroi rigjykim, proces ky që u finalizua këtë të premte. Sidoqoftë, rezultati ishte i njëjtë. Sot me datë 3/7/2026, në emër të popullit, shpallën këtë gjykim i akuzuri Ekrem Bajrović me dhënat personale si në shkresat e lëndës. Gjykata e shpall fajtor për veprën penale krime lufte ndaj popullatës civile. Jashtë sallës së gjyqit u shfaqën pakënaqësi me këtë vendim. Janë pikërisht dëshmitarët e masakrës së Sardanit nga komuna Istogut që te objekti i gjykatës e cilësuan qesharak dënimin me 12 vite burgim për atë që kreu krime në vendlinjën e tyre. 12 vite burgim, një kriminal lufte më i morë, kjo është çmenduri. Nuk ka drejtësi, unë nuk shoh drejtësi. Nuk e di ku është drejtësia. Unë sa di vuj pasojat. Unë nuk e di që 27 vite që moj mi bo 5 minuta gjumë. Për shkak të dhimbjeve që i kam. Një tjetër dëshmitar, Ylber Lipa, kërkon që minimalisht Bajrović të marrë dënimin maksimal. Shpresojmë që drejtësia sa do me vonesë do të bie në vend. Shpresojmë që shteti ynë sa më shpejt të organizohet, fuqizohet dhe të mos nalet në hetimin dhe zbulimin e kriminalëve. Ekrem Bajrović kishte marrë pjesë në arrestimin, kidnapimin dhe keqtrajtimin e 84 civilëve shqiptar gjatë luftës në Kosovë. E pikërisht me akuzat për krime lufte është arrestuar edhe një kosovar nga autoritetet serbe në pikën kufitare në Mutivod. Fjala është për Osman Selmanin për çka njoftuan familjarët e tij. Sipas tyre, ai ka qenë për vizitë në fshatin Tupall të Medveqës, që është vendlindja e tij. Familjarët thanë se për arrestimin e tij ka njoftuar edhe autoritetet në Kosovë. Aktualisht ai ndodhet në prokurorim për krime lufte në Beograd, përballë akuzave të cilat ne, si familje, i konsiderojmë të pabazuara dhe të pavërteta, thuhet në postimin e tyre. E Ministria e Brendshme serbisë të premten ka njoftuar se gjykata e lartë e Beogradit i ka caktuar një muaj para burgim Osman Selmanit. Sipas njoftimit të tyre, ai akuzohet se më 14 qershor 1999 në lagjën Sofalia në Prishtinë, në bashkëpunim me disa anëtar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, privuan nga jeta çiftin Vladimir dhe Persa Stanisavljević. Ndërkohë, policia e Kosovës doli me një njoftim të ri për plagosjen e 4 fish që ndodhi dje në Podujip. Në raportin 24 orësh, policia tha se pas gjuajtjeve me armë zjarri, ku plagosën 3 të dyshuar dhe një burr kalimtar rasti, u gjetën 28 gëzhoja të plumbave. Me vendim, ata kanë mbastisur edhe pronat e të dyshuarve, ku janë gjetur dhe sekuestruar 2 karikator me 58 fishek, 2 karikator të tjerë me 27 fishek, 2 armë të shkurta me 82 fishek dhe një armë gjuetie me 49 fishek. Ndërkaq nga QKUK bëjmë dije se gjendja tyre pas trajtimit mjekësor vazhdon të jetë stabile. Për API, 26 vjeçar, dha detaje zëdhënësja QKUK-s, Milinda Qyqalla. Aktualisht, pacienti ndodhet në gjendje stabile me parametra të mirë shëndetësor. Ai do të vazhdojë trajtimin dhe monitorimin pas operacionit në përputhje me protokollët e klinikës së kirurgjisë maksifaciale, ka thënë Qyqalla. Kurse 634 fermer janë përzgjedhur si fitues nga 1200 sa aplikuan për përfitim të granteve që po jepën si mbështetje për zhvillim të qëndrueshëm të bujqësisë. Fermer nga shumë vende të Kosovës u bën bashkë këtë premte. Në një mbledhje, ata do të dëgjonin fituesit e skemës së granteve për investime lot 1. Kjo në kuadër të projektit mbështetje për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë në zonat rurale përmes diversifikimit të aktiviteteve, e cila zbatohet në bashkëpunim me qeverinë gjermane përmes GIZ-it. Këtë herë 1200 ishte numri i aplikimeve. Janë pranuar 915 aplikime.
Dërsa pas një procesi transparent, konkurrues dhe mbi të gjitha meritor të përzgjedhjes janë shpallur 556 përfitues, të cilët do t'i realizojnë këto investime në të gjitha komunat e Kosovës. Rainer Rudolf, ambasador I Gjermanisë në Kosovë, tha se ngjarja shënon partneritet afatgjat ndërmjet dy vendeve. Grantet që do t'ju ndahen sot do të japin një shtys për prodhimin dhe produktivitetin e tuaj. Ato do t'ju mundësojnë investimet që I keni planifikuar, ndoshta madje edhe I keni ndërruar për një kohë të gjatë. Dhe të marrë së bashku në mbar vendin këto grante do të ofrojnë, shpresoj, një nxitje të prekshme për bujqësinë dhe ekonominë rurale të Kosovës. Ndërsa drejtori ekzekutiv I Gizit, Markus Delfs, tha se zbatimi I investimeve për fermerët nis me njëherë. Pas një procesi rigoroz vlerësimi dhe përzgjedhje, dita sot me shënon një moment kyç. Pasi ne zyrtaresh po nisim zbatimin e këtyre investimeve. Përgjigja dërmuese ndaj thirrjes son për aplikim flet vet, ashtu siç e shohim edhe këtu sot në sallë. Por kryeministri në detyrë Albin Kurti në fjalën e tij duket se shfrytëzoi rastin të thumboj kompaninë Vita. Siguria ushqimore është jetike për shëndetin e qytetarëve. Që të bëjë sa më pak, mundësisht as pak, analiza pacientësh në spitale, është e nevojshme të kemi sa më shumë, gjithnjë më shumë, analiza ushqimesh që na servohen. Për formim të institucioneve, nuk fudi as këtë premte. Në një konferencë dolën sot edhe përfaqësuesit e kompanisë Vita që dje u përballën me një inspektim të paparalajmëruar. Ata sqaruan se qumshti I tyre është 100% I sigurt, derisa shprehën shqetësime që me inspektorët ishin edhe persona me prapavi politike. Na nga sot e mbyllim fabrikën deri në vendimin e radhës. Një vendim I tillë u mor pas një vizite të paparalajmëruar të 25 inspektorëve. Pezullimi I aktivitetit nga kompania Vita, drejtori përgjithshëm I qumshtorës Artan Spahia, tha se u bë nga vet ata. Këtë bëri të ditur në një konferencë për media. Deshta ty njoftoj që vendimin për pezullimin nuk e ka marrë as ministria, po nuk e ka marrë as AU. Këto kemi marrë neve si bord. Arsyeja e këtij vendimit ka qenë se janë marrë mostrat të qumshtit Vita 32 me pretendimin të analizës. E për drejtorin ligjor të kompanijës, Leksa Haxhiu, shqetësues është fakti se në mesin e inspektorëve kishte persona me prapavi politike. Ajo që ka shkaktuar reagimin ton publik, lidhur me mënyrën, ka qenë sigurisht lidhur me përbërjen e personave që kanë qenë aty, për shkak se nuk kanë qenë vetëm inspektorët që na kanë vizitu, sepse inspektorët nuk janë 15, inspektorët vinë për bërje 53. Në këtë rast kemi pasur edhe një grup punues për bërje krejtësisht politike, përkatësisht ka qenë këshilltarja politike e ministrit. Ndërkohë drejtori I prodhimit Muz Berisha bëri një sharem lidhur me gjetjet për vaj palme. Këto dokumentacione mund nga edhe ju për gjitha produktet të cilat ne kemi në zhvillim ende pa dalë në treg. Njoftohet Agjencioni I Ushqimit dhe Veterinës Zyra Regionale në Pejë, paraprakisht, me të gjitha specifikimet e produktit, me diagramin rrjes, se si kalon, në cilat linje punohet, gjitha këto në mënyrë të detajuar. Nga kjo konferencë gjithashtu u bë thirrje të mos organizohen protesta aktualisht. Shqetësime e kritika po shprehen edhe për mosmirëmbajtjen e parkut të Tobashës, ku kundërmon erë nga kanalizimi. Kjo po pretendohet që është arsyeja që parku ka ngelur edhe pa vizitor. Zakonisht është I mbushur me vizitor, por gjatë ditës parku është pothuajse I boshatisur. Era e rëndë e ujrave të zeza ka bërë që parku I Tokbashës të mbetet pa frekuentues. Prej kohësh qytetarët pa ankohen se nuk mund ta shfrytëzojnë parkun për shkak të kundërmimit të rënd. Sipas tyre, gjendja është bërë padurueshme dhe pa mundson kalimin e kohës së lirë në këtë hapësirë publike. Po këto po na pengon shumë edhe ka një herë shumë të keqe kanë. Nuk mundën na me shëtit për shkak të terës këto që kalon kanalizimi, çka janë këto ujë të zeza.
Ata s'po ndërmorën kush është përgjegjës për këtë punë, kështu që i rejë se që tash më kitë zhek nga kokun, më konë ndihme në opet diqka. Përfaqësues të opozitës në Kuvendin Komunal të Prishtinës rikujtojnë se zgjedhja e këtij problemi është premtuar disa herë nga kryetari i Komunës së Prishtinës, por që kjo nuk ndodhi. Për vitit 2023 ku ka pas më përfundu sipas premtimeve të përparim Ramës, por prej atëherë nuk ka filluar kurrë. Ka pas më përfundu, por s'ka filluar ende kurrë. Kurse gjatë fushatës vitit 2025 në shtator ka premtuar qytetarin shkollën Gjinga Zoti Qeshmanal që kjo do të përfundon shumë shpejt, kurse këtë vit asnjë cent nuk ka alokuar. Redenica hedh akuza se vonesat në realizimin e projektin lidhen me interesat personale të kryetarit të komunës Përparim Rama. Kjo është faqja zezë realisht e Përparim Ramës, të cilën nuk don me përmirësu, për arsye si ka disa dosat vet, disa shokët vet që i kanë shtëpiat pikërisht mbi kanalizim përballë shkollës normale, edhe i dëmtojnë në borë ata. Këtyre akuzave ju përgjigj me mohem nën kryetari i komunës së Prishtinës, Florian Dushi. Ai thotë se punimet për zgjedhjen e problemit tashmë kanë nisur. Këto ditë kemi filluar punimet tek parku i Tokbashës. Qëllimi është ndarja e ujrave të zeza dhe ujrave atmosferik, të cilat rrjedhin matutje në Prockën që përshkon gjithë parkun e Tokbashës. Kjo konsiderojmë që do të përfundojë shumë shpejt. Dushi shpjegon se kyçet ilegale në rrjetin e kanalizimit e kanë përkeqësuar gjendjen. Dhe problemi qëndron tek kyçja ilegale e qytetarëve ose rrjeteve të tyre të ujrave të zeza në pjesën e ujrave atmosferike. Prandaj edhe kemi një kundërmim gjatë krejt kohës në parkun e Tokbashës. Për megjithatë po konsiderojmë që me këtë ndërhyrje që jemi duke bërë këtë fazë do ta zgjidhim problemin përkohësisht për të vazhduar matutje përmes inspektoratit edhe me aksione tjera. Gjatë ditës në park u pon të pranishme makineri dhe mjete pune me të cilat pritet sanimi i problemit. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet që sot i kemi përgatitur për ju. Unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë.